Selam aleikum, të dashur të nderuar shikues e dëgjues të rrëtëve pendimit dhe mirë se takohemi edhe pse me pak vonesë për çështje teknike në emisionin tonë të radhës Drita e së Vërtetës. Emision që javori i cili për mysafir të rregull ka hoxhën e dashur nderuar hoxhën Fadil, të cilin e kemi edhe sonte mysafir. Hoxhë, selam aleikum dhe mirë se na erdhe. Aleikum salam Allah, mirë se gjeta. Këto pak me prit dhe bahallat, po çështje teknike që ndodhin tash, po jemi ndimin edhe pak problemet na nisin. Ahora do të vazhdojmë të flasim për të dashurin tonë për Muhamedit e selam. Folëm javën e kaluar si pejgamber i mëshirës, sonte do të flasim si pejgamber i veçantë. Fjala është për juve. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa usalli wa usallim ala al-mab'uthi rahmatan lil alamin, nabiyina Muhammedin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Fillimisht Allahun e madhruar e falenderojmë, vetëm Allahut i mbështetemi dhe vetëm prej Allahut ndihmë, falje, udhëzim dhe shpëtim kërkojmë. Paqja, mëshira, bekimet dhe lavdatat e Allahut qofshin për pejgamberin ton të fundit Muhammedin alayhi salatu wassalam, për familjen e tij, për shokët e tij dhe për të gjithë ata besimtar musliman që pasojnë rrugën e tij deri në ditën e gjykimit. Të nderuar vëllezër dhe motra, dëgjues dhe shikues të radio televizionit Pendimi, kudo që jeni dhe nga do që po na ndiqni, ju përshëndesim me përshëndetjen islame. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Takohemi sonte prapë së bashku me njeriu më të dashur, me njeriu më të mirë, me njeriu që e ka dashur Allahu më së shumti, që ka qenë pejgamber i veçantë dhe i dalluar, jo vetëm prej njerëzve, po i dalluar dhe prej të gjithë pejgamberve. Pra ata dhe e emërtum temen sotme që do të trajtojmë së bashku, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, pejgamberi i veçantë, njeri i veçantë. E pse është i veçantë kur të gjithë pejgamberët kanë qenë sikur vëllezër? Të gjithë pejgamberët e kanë pas një mision, thirrjen e njerëzve në rrugën e Allahut, largimin e njerëzve prej kufrit, prej shirkut, çka me i qit në tauhid, në njëshmërinë e Zotit. Pra, një farë forme, të gjithë pejgamberët janë munduar, aq sa kanë pas mundësi, me i nxjerr njerëzit prej errësirave të kufrit dhe me i qit në dritën e kujt, në dritën e Islamit. Këtë mision e ka pas edhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, por është më i veçantë sepse të gjithë pejgamberët kanë qenë të obliguar të thrasin popullin e tyre që kanë jetuar me të, dhe misioni i tyre ka qenë për një kohë caktuar. Misioni i pejgamberëve para Muhamedit alayhi salatu wasallam ka qenë për një kohë caktuar. Dhe ai ligji, sheriati që ka qenë në kohën e një pejgamberi, ka qenë valid i vlefshëm deri me ardhen e pejgamberit tjetër. Kur ka ardhur pejgamberi tjetër, tash ka pas çka? Një sheriat, një ligj tjetër. A besimi në Zot ka qenë i njëjtë. Të gjithë pejgamberët e Zotit, prej të parit deri tek i fundit, kanë thirrë në çka? Në la ilaha illa Allah. Nuk kemi në ndonjë pejgamber që ka thonë adhuroni më shumë se një Zot. Të gjithë pejgamberët kanë thonë eni abudullah, që ta adhuroni Zotin të vetëm. Edhe çka? Të mos i bëni rival, të mos i bëni ortak, të mos i bëni shok, të mos i bëni shirk. Kujt? Allahu te bareke ve taala. Pra në thirrjen besim një Zot, ndërsa ligji ka ndryshuar prej pejgamberit në pejgamber. Për shembull, çka ka qenë diçka e lejuar te Nuhi alayhis salam, ka mundësi te një pejgamber tjetër nuk ka qenë e lejuar, për shembull te Ibrahim alayhis salam, apo te Musa alayhis salam, apo te Isa alayhis salam. Për ata e shohëm agjerimin, të disa pejgamber është agjëru veç një javë. Të disa çdo javë nga një ditë. Të disa 3 ditë, të disa kështu ku ta dione. A ka dalluar tash me ardhen e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam? A ka ndryshuar agjërimi? Po. Me ardhen e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, agjërimi është një muaj i plotë dhe ndryshon fare. E ky pejgamber pra është i veçantë sepse sheriati, ligji që e ka lecu Allahu Taala është i vlefshëm, është valid deri kur? Deri në ditën e gjykimit. Është pra i veçantë
është i veçantë sepse gjithë pejgamberët kanë qenë për një kohë, për një popull, për një vend caktuar, ndërsa pejgamberi sallallahu alajhi wasallam çka mëshirë për të gjitha botët. Qysh e përmend Allahu te bareke wa taala, nuk të kemi dërguar për diçka tjetër, vetëm se mëshirë për botët. Kështu që nuk ka mo pejgamber që do vi pas tij, edhe çka nuk do të lej shariati ligji që ka qenë në kohën e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Por ata këto ligjet apo shariatet kanë ndryshuar prej pejgamberit pejgamber dhe e shohim se përpara për shembull të martesa që kanë leju disa gjëra atëherë të disa pejgamber sot nuk lejohen. Para Muhamedit sallallahu alaihi wasallam ka pas pejgamber që në kohën e tyre ka qenë e lejuar martesa me 2 motra në të njëjtën kohë. Ndërsa tek ne në kohën e sotme është haram të bashkosh në një kunor 2 motra. Përveç se nëse njëra illa ma qad salaf, që thotë Allah, përveç se nëse njëra pra ka kaluar në botën tjetër, a ke drejt me kunorizu pastaj masi të vdes. Aja e para me kunorizu motrën e saj, po ato po. Ato raste lejohet, për ndryshe nuk lejohet. Ose edhe shumë rregulla tjera që kanë qenë përpara, në farforme kanë pushue, nuk i është leju me vepru me to pejgamberët që kanë ardhur më vonë. Ndërsa ky pejgamber pra është më i veçantë se këtë pejgamberët për shkak se Allahu te bareke ve taala e përzodhi mëshirë për këtë botët, është më i veçantë sepse është i dashur i Allahut. Gjithë njerëzimin Allahu i dën, gjithë ata që bojnë punë të mirë Allahu i dën, gjithë pejgamberët Allahu i ka dashur. Edhe i dën ende, por e ka veçuar një prej gjithë Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Ky pejgamber është i veçantë sepse Allahu te bareke ve taala e përzodhi me qenë khatamun nebijin, që do të thotë vull e pejgamberve. Me të vulloset kush misioni i pejgamberisë. Ka pas që kur shku një letër, shku një rresh 2, 3, 5, 6, 10, 15, edhe në fund një vull. Da më thonë, përfundaj mo. Kjo është vula e pejgamberve Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Është i veçantë sepse ky pejgamber pra është i dërguar edhe tek arabët, edhe tek jo arabët. Është i dërguar edhe tek njerëzit e ditur, edhe tek njerëzit e paditur. Është i dërguar edhe tek të pasurit, edhe tek të varfërit. Është i dërguar tek ata njerëz të cilët kanë dallime, domethënë në gjuhë dhe në ngjyrë, por të gjithë është i dalluar, por të njerëzit në përgjithësi. Dhe është i veçantë ky pejgamber sepse Allahu subhanahu wa taala e ka veçuar prej pejgamberëve të tjerë edhe me emra të shumtë, edhe e ka veçuar prej pejgamberëve të tjerë se të tjerët Allahu i ka thirrë me emra. Për shembull, i ka përmend Ibrahimin, e ka përmend Nuhin, e ka përmend Musaun, Isaun, plot pejgamberët e tjerë, me emrat e tyre, Ejubin, Jusufin, Jakubin, e kështu me radhë. Ndërsa Muhammedin nuk e përmendon Muhammed. Por çka? Pejgamberi përmendet me emrin en-Nabi, do të thonë pejgamber, er-Rasul, i dërguar, edhe e ka veçuar pra me një thirrje më të veçantë, po në krahasim me pejgamberët e tjerë. Prej asaj që ka përmend vetë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam sa është i veçantë, ka thonë unë jam Muhamedi, unë jam Ahmedi, unë jam El-Mahi. El-Mahi është me përkthye shqip që diçka që fshin, pra Allahu e ka fshi me të kën kufrin, e ka hik kufrin, do të thonë mos besimin, dhe e ka sill kën imanin, besimin. Pastaj është el-Hashir, el-Aqib, el-Khatim, el-Muqaffi, Nebiu Tauba, Nebiu Rahma, e kështu me radhë. Këto do të thonë janë disa emra të veçantë
të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam që nuk i kanë pas pejgamberet që kanë qenë përpara. Është i veçantë sepse Allahu te bareke ve taala na thret që ta përshëndesim me salate wa selame pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, sepse Allahu filloi prej vetes së vet. Filloi prej vetes së vet me salavate dhe selame për pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, që do të thotë është mëshira e Allahut. Pastaj me këtë urdhëroi engjëjt me lajket që të çojnë salavate, që të bien salavat për pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Andaj tha ajo që keni besuar, sallu alaihi wa sallimu taslima, përshëndetne me salavate dhe shumë selame kanë pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Për ata dhe vetë pejgamberi alayhi salatu wassalam ka thonë el-bakhilu men dhukirtu indahu falam yusalli alai, koprac tamaqar është ai i cili përmendet emri i tij, prezencën e tij, e ai nuk më çon mua salavate dhe selame, e ai nuk më përshëndet mua, kanë nuk bën salavate dhe selam. Është i veçantë sepse Allahu te bareke ve taala dha vendin çka është në mes të shtëpisë pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Këtu, edhe minberi këtu ku o fal. Sa të venin prej shtëpisë të të minberi, që kush ka qenë në haxh edhe në umre ka pa atë vend, ajo vendi që quhet Rauda, ai Rauda, ai kopshti është min riyadil janna, është prej kopshteve të xhenetit. Edhe besoj që këtë haxhit tonë që kanë qenë atje, edhe kreta që po shkojnë në umre presin me radhë, nashta edhe me orë, por me i falë 2 rekate apo 4 rekate në atë vend, në atë pjesë që është një kopsht prej kopshteve të xhenetit. Është i veçantë ky pejgamber sepse Allahu te bareke ve taala boni një diçka që s'e ka bënë asnjë pejgamber, e boni atë ja mundsoi një udhtim që s'e ka mundsuar asnjë pejgamberi, që është udhëtimi i njohur Israja edhe Mi'raji. Israja bartja e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam prej Mesjidul Haramit, prej Qabës në Mesjidul Aqsa, që është tash aty duke u zhvilluar lufta, duke u zhvilluar terrori, gjenocidi në ato vende. Dhe kjo bartja prej Mesjidul Haramit, prej Qabës, në Mesjidul Aqsa quhet Isra. Pastaj e ngriti Allahu prej Mesjidul Aqsas, e ngriti deri për mbi qiellin e 7. Kjo quhet Mi'raj. Bartja është Israja, ngritja prej poshtë lart është Mi'raji i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Që ky udhëtimi nuk ka pas, nuk ka e as nuk do të ketë asnjëherë ka ndodhur në historinë e njerëzimit Israja dhe Mi'raji i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Tjetër është i veçantë sepse Allahu i dha diçka që s'e ka dhënë asnjë pejgamberi, ia dha Kur'anin fisnik. Kur'anin fisnik, që është libër që është punohet sot dhe punohet me të deri në ditën e gjykimit. Kishte thënë dikush, po edhe pejgamber të tjerë kanë pas fletushka, po e vërtet. Kanë pas edhe libra, po e vërtet. Mirë, po nuk kanë pas një libër sikur Kur'ani që është i pafund. Kë nuk i ka një 1000 vjet për me punu me to, ose 500 vjet, ose 2000 vjet. Libra, fletushka që kanë qenë përpara, kanë qenë për një kohë caktuar. Po, edhe me ardhen e librit tjetër, çka ajo ka pushuar, domethënë se vepruari dhe ai ligj apo ai shariat nuk ka qenë më i vlefshëm, nuk ka qenë valid. Ndërsa Kur'ani prej kur ka ardhur deri sot, që po bën afër 1500 vite, edhe kështu ka me vazhdu deri në fundin e kësaj bote, deri në përfundimin e kësaj bote. Bile disa llogarisin si mrekullia kryesore e pejgamberit alayhis salatu wasallam. Kur flasin për mu'gjizat, për mrekullitë, përmendin se mrekullia kryesore është Kurani dhe sigurisht me vend e kanë, dhe është i veçantë ky libër për këtë pejgamber të veçantë sepse është zotuar dhe ka premtuar Allahu te bareke ve taala që do ta ruan këtë. Edhe për atë, sa u bënë, domethënë, qindra, mira vite, prej arës Koranit, sa da saj dite, ndash në lidhje, ndash prendim, ndash veri, ndash një kudo që çkash, çaj Koranash, çato sure, çato mesazhe, në ka diçka të ndryshëm, absolutisht, edhe pse ka pas
tentativa, ka pas përpjekje, ka dhe sot të kësaj dite për e të këqive dhe keqbërës dhe njerëz apo gjena, apo kujt do qofshin ata, që të ndryshojnë diçka, ose të fusin diçka, ose të hjekën diçka, shpotentojnë edhe këtu në popullin tonë, disa dashakqinj, disa armisht të islamit dhe të muslimanëve, disa njerëz të gërdetshëm, disa njerëz të shpifur, disa njerëz kontravers, disa njerëz materialist, rob të parës, të autoritetit, të famës, del shaje Koranin, shaje pejgamberin sallallahu alajhi wasallam, bën shpifje edhe të mjef dikush se kanë thonë mos e vet budallën, mos e vet se të kallzon vetë, vetë del kallzon çer budall. Do të më qenë i çmendur psiqik për me shoh Zotin, për me shoh pejgamberin, për me shoh Kur'anin. Në botën qytetruar me njerëz të shkencës, njerëz të dijes, përkundrazi, jo me shoh, po e lavdojnë edhe çka thurin lavde edhe për këtë pejgamber, edhe për këtë libër, po në fund thonë ne nuk e besojmë, nuk e praktikojmë, por që është libër i veçantë, që është pejgamber, njëri i veçantë, është e pranojmë, e pranojmë, po. Sfidon Koranin, çfarë do lamije që ti qasësh, qasën e anën për shembull gjosore, sfidon sa çdo gjuhë të botës, gjuha e Koranit është diçka e parritshme. Ose i qasemi në rrafshin e shkencës, për shembull, astronomisë, apo kujt do tjetër qoftë, drejtësie, mjekësie, krejt e shohëm, do me thonë, edhe për legjislaturë, për drejtësi e shohëm, ka diçka të ngjashme që jep të drejtat njerëzve që jep Allahu te bareke ve taala dhe që është detajzuar në Kur'an ose në trashëgimi. Sa njerëz të privilegjohen ose sa njerëz privohen, anashkalohen trashëgimin, ndërsa Kur'ani secilit ja ka dhënë ato drejta. Nuk e vetaj kur jeton ti në cillin kohë, cillin shekë, në cillin vend. Këto janë rregullat e definuara ose në ekonomi, ose në moral, shembull. Se shumë njerëz mendojnë që këtë Kur'ani është për mu fal, për me agjerue, qysh me shku në haxh, qysh me dhënë zakatin. Jo. Këto janë, domethënë, në qindra ajete, ndërsa mira ajete flasin për etikën e moralit, për jetën e njeriu, për rregullimin e infrastrukturës së njeriu në jetën e kësaj botës që me ndje veten mirë rahat këtë botë, pastaj me fitu me të edhe botën tjetër. Është i veçantë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam se e ka atë ndërmjetësimin e madh në ditën e gjykimit, ai ndërmjetësimi i veçantë që nuk e ka pas, nuk e ka as nuk do ta ketë asnjë pejgamber. Atë ditë kur do dalin para Allahut te bareke ve taala dhe kur njerëzit janë siklet të madh. Sepse ka ndodhur kiameti, çdo gjë ka përfunduar, edhe tash Allah e lëshon një shi më i veçantë, edhe e ujit tokën, edhe sikur e toka që e thith ujin, ashtu do me thonë e etur, e thith atë shi, edhe pastaj sikur që është del bari shpesht, fillojnë me mbi trupat e njerëzve, fillojnë me dalë trupat e njerëzve, i madh i vogël, prej babës njerëzimit Ademit edhe nënës njerëzimit Havës, e deri tek i fundit, kur ka ndodhur kiameti, krejt ringjallën. Edhe ky vend të bim do të jetë mahsher që quhet, do të jetë në lindje, në Sham, në këto tokat e përgjakura, atje në Sham do të jetë, domethënë, këtu bimi i madh, madhështor, normal do ndryshohet toka, do ndryshon qielli, do ndryshojnë senet. Domethënë planetin kosmos nuk janë më me atë rregullën që kanë pas para. Ka pak zhgënjyse kjo, se do evropian tonë kanë qef me Evropë, me thënë. Po, tash kur të shikojsh krejt fet, domethënë, edhe këtë pejgamber të atje kanë qenë ka lindja. Domethënë Shami është tokë që thuj se, s'po thonë këtë, por shumica e pejgamberëve kanë jetuar si kanë shkel ato toka, dhe një farë forme edhe hebrejt atje kanë domethënë bazën, edhe të krishterët atje kanë bazën, edhe muslimanët atje kanë bazën. Dhe ringjallën, kur të ringjallën, domethënë një ngjarje e lexueshme, po e papërshkrueshme, e papërjetueshme tash. Po vetëm e lexu është e prekshme. Këtë rrethana të tjera ringjallën të dafën, të zhveshën, edhe të pabom sunet. Sa që nona e besimtarve
Aisha radhiyallahu anha i tha pejgamberit sallallahu alaihi wasallam qysh ringjallën kështu burra dhe gra, si gjendje. So është kjo problematike që kur të logjikosh me mendjen e kësaj bote. E pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i tha Aisha, gjendja është as çeron. Gjendja është as e vështirë. Gjendja është as e frikshme. Sa që askush nuk e shef tjetrin për shkak që është i preokupuar çka vendon me mua. Me veten e tij. Se cili merret me veten e vet nuk shef kërkon, edhe pse aty janë mbledh për herë të parë krejt njerëzimi. Dhe i lën Allahu te bareke ve taala në gjendje, dielli më nuk është ky dielli që është strikt, domethënë i përmbahet urnit të Zotit edhe noton në qiell në orbitë dhe bën atë lëvizje që ka urdhëruar Allahu te bareke ve taala. Mirë po afrohet njerëzve dhe njerëzit fillojnë të djersiten dhe në bazë gjënave secili do të zhytet në djersët e tij. Ai që ka pak gjënave, djersët e tij do të arrijnë deri tek zogu i këmbës, ai që ka më shumë deri te gjunjët, ai që ka më shumë deri te beli e kështu me radhë. Nuk po duket temë shpjegoj krejt, po një gjë do të më ditë që veç një ditë më na lëm atë Allah. Veç një ditë më ndaj të shumë të merrim më. Pse? Se një ditë e dini sa është. Një ditë atje është sa 50.000 vite këtu. E veç me thonë Zotë, rëni një ditë që aty pak në ndilë, që të diqnë, për vlënë, edhe pse Allah është i mëshirë, shumë nuk e dëshëran, vujtjen, por dëshëran që mja të regu njerëzë që keni më huju ditën e gjykimit, që ta është i prit ne, shikon ne. Sa që, sa në lënë Zotë e din, sa që më mërziten, lodhe njerëzit, dëshprohen, edhe të merrohen nga frika, dhe i thojnë njëri tjetrit, shkani bre lutni babën ton, babën njerëzimit Ademin, alayhis salam, le të ndërmjetëson tek Zoti. Le të na bën Zoti një çare tek e fundit dhe në xhenem, le të na shtojë vesh në hajk për këtu. Sa ta mendojnë se prej aty me uhik, me shkon në xhenem është më lehtë. Ata se dinë që kriza e madhe është kur të përcaktohen njerëzit për xhenem. Edhe shkojnë te Ademi alayhis salam, i thonë, "O baba jon. Ja abana, ishfil ana. O baba jon ndërmjet sa për neve të Zotit. Na gjykon, këtu nuk ka qëllimi ishti në xhenet. Vesh na gjykon. Na shpërblenat, na dënon vesh. Po. Çka thot Ademi alayhis salam? Ja Rab, nefsi, o Zot vetën që më mujtë më pështu. O Zot vetën që më mujtë më pështu. Thot shkone, thot, te Nuhi alayhis salam, te tjetëri pejgamber, se ai ndoshta të ndërmjetëson. E shkojnë te Nuhi alayhis salam, e thirrin, o Nuh, ndërmjetëso tek Allahu. Se kë Nuhi, edhe këtë është prej kohës tina fillojnë një farë etape e re, se thuj se veç u shkatru bota një herë, një shkatrim i vogël. Një farë tufani ka ndodhur, Ania. Po, në kohën e Nuhit alayhis salam, edhe çka janë dënuar në një pjesë e madhe e njerëzve, edhe kanë mbet pak ata të cilët kanë shpëtuar. Mirë po çka ka ndodhur? Zoti ka dashur disa me shpëtuar, ata që kanë shpëtuar me marrë mësim prej aty që dënuar, shkatruar kështu me radhë, dhe ka filluar bota sikur prej fillimit gati, jo bashkët, por gati se prej fillimit. E shkojnë te Nuhi alayhis salam dhe ai thot, o Zot, vetën time më shpëtu. Vetën time çish më shpëtu. Thot shkojnë te tjerët, e shkojnë kështu me radhë te Ibrahimi, te Musa, te Isa, asnjë pejgamber nuk e merr guximin as i bën mend për kërkon, përveç se për veten e vet. Kur shkojnë te pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, e i thojnë, o Muhammed, ndërmjetësa për neve, lutë Allahun që të na gjykon neve. Ai thot, po, ky është ai momenti që unë do të ndërmjetësoj për juve dhe i drejtohet Zotit, ja Rab, ummeti, o Zot, ummetin tim shpëtoj. Se përmendi vetën. Jo, këtë pejgamberet, nefsi, ky tha ummeti. Mos më koni veçantë. Po, i bjen Allahut në sejdë, e madhron Allahun edhe ndërmjetëson, edhe Allahu ja pranon ndërmjetësimin.
Këto është i veçantë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Nuk ka ndonjë pejgamber që e bën këto. Edhe kjo është temë shumë interesante, atraktive me lexu apo me dëgjue, po do të flasim ndoshta ndër tjetër, vetëm se po përmendi se është i veçantë edhe me këto dhe dallohet prej pejgamberëve të tjerë. Por jem të shefati ndërmjetësimi, është interesant se ky leç që ndërmjetëson për umetin e vet, po ky ka thonë se ndërmjetësimi im i përfshin edhe ata që kanë bërë gjënohat mëdhaja. Do thonë edhe njerëz që bën gjënohat mëdhaja i përfshin kush? Ndërmjetësimi, shefati i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Kjo është një dhuratë e çmuar shumë e madhe. Me bërë gjënohat mëdha dhe me ndërmjetësu për ty pejgamberin, se për mua kjo është diçka e paimagjinueshme. Kështu me këtë matematikën e kësaj bote nuk e kap kërkun hiç. Nuk e kap hiç, mirë po, tek mëshira e Zotit kjo është diçka e lehtë. Pastaj është i veçantë sepse është për i krejtëve, dhe me thonë, pas ardhëve të Ademit, është zotniu i pasardhësve, i bijve të Ademit, Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, dhe ka thonë, unë jam zotniu i bijve të Ademit, jaumil qiyama wala fakhr. Kështu ka me dalë si zotni, dhe me thonë, për i këtyne, se na krejtë bijt e Ademit, alayhis salam, jemi, ka thonë, jam zotniu, që do dalë, do me thonë, si zotnin ditën e gjykimit, edhe ka thonë, nuk ka kjo për mu krenu, për mu mbur, po vetëm po e tregoj që është një realitet. Është i veçantë sepse është i pari që i hapet toka në ditën e gjykimit, është i pari që do të hyjë në xhenet, kur Allah i cakton ata që janë për xhenet, edhe i pari që e troket derën e xhenetit, i hapet dera, rejtari i derës xhenetit kur troket pejgamberi sallallahu alaihi wasallam pyetet kush është ai që po troket. Thotë unë jam Muhamedi. Thot për ty jam i urdhëruar me qel. Edhe hap se çelë dera përpara, që njerëzit kanë qenë me po s'ka derë të hapin. E i pari që ndërmjetëson e përmenda edhe për atë ndërmjetësimin e madh, po edhe për besimtarët musliman dhe i pari që pranohet ndërmjetësimi, është i pari që vishet me rroba, sepse na ringjallemi të shveshur, është i pari që vishet me rroba në ditën e gjykimit, edhe është i pari që ka lënë urën e siratit në ditën e gjykimit, dhe këto edhe shumë tjera, se para vetës kom mbledhur shumë fakte, shumë argumente, po është i veçantë sepse sikuraj as ka qenë kush, as mund t'i përngjan, as mund paraqitet bile e veçantë është se pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka thonë shejtanit i është ndaluar me u përngjasu me mua. Pra shejtani nuk mund përngjasohet në fytyrën time. Për ata që thojnë e kom pa ëndër. Po, e kom pa ëndër pejgamberin sallallahu alajhi wasallam dhe kam problem me namaza, kam problem me ato farzët, me unat e Zotit, valla le ta dinë se kanë po pejgamberin fare. Para me do t'i ka njëri që haramet si nalë të nditën e jem knash për me to, qysh i shkon? Mi a po ftyren driti që t'ke barë si bora. Para me nuk i di në zonat elementare. A kish pas në i tërëmikre? Ja, krejti rrumi, ndres. La shejtani kon, se pejgamberi u kon me mjekër. Ose dikush është shumë gjatë, ose ka shumë gjatë, ose dikush është shumë të shkurt, ose shumë të hodh, ose shumë trash. Jo, do me thonë nuk kone Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, po çka? Shejtani. Për ata ai që është në rrugë të Zotit, ai që praktikon shumë, do me thonë Kur'anin dhe Sunetin, ai që i praktikon urdhat e Zotit, ai që i praktikon Sunetet e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, edhe largohet prej haramet mëdha. E shef në ëndër le ta dinë që ai është pejgamberi, se shejtani nuk del me fytyrën e tij. Shejtani nuk del me fytyrën e pejgamberit, do të thonë ai është pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. A këta të tjerët kur e shohin që ashtu, do të thonë që s'përshkruhet kërkon se ka qenë ashtu, atë ai vetëm mund me thonë ai shejtani i mallkuar e jo diçka tjetër. Andaj lutë Allahun te bareke ve taala të na bën neve pasues të denjë të sunetit, të traditës, së rrugës së pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, edhe të na ringjall neve në ditën e gjykimit me Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, dhe lutë Allahun taala që të ndërmjetëson për neve, sepse nëse ai nuk ndërmjetëson vërtet
vërtet ka me qenë një të merë i madhe, apo një Humbje e madhe. katastrofe e madhe ka me qenë, Subhanallah. nëse privohemi prej ndërmjetësimit pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, po na shpresojmë dhe ky shpresim është i arsyeshëm se jemi ummeti Muhamedit sallallahu alajhi wasallam, me gjithë ato mungesa, me gjithë ato tmeta, gabime, gjëna që i kemi prapë se prapë, ne jemi krenar dhe mburremi edhe çka ndjehemi të privilegjuar që jemi ummet i Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Faleminderit doktor, Allah shpëleft. Do shkotemi për pak pushim, por të rikthyer me pjesën e dytë kontaktuese, ju qëndroni me ne jemi në kontakt përmes telefonatave dhe përmes pjesës së shkruar. Kthehemi vetëm pas pak.